Dhe Imam Bukhariu në veçimin e librit të tij Edebul Mufrad e përmendi kategorinë e parë që meritojnë edeb me ta janë prindërit. Dhe përmendëm një varg të haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka transmetuar Imam Bukhariu në librin e tij El Edebul Mufrad nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam: "Men barra walidayhi", kushdo që i respekton prindërit e vet, kushdo që sillet mirë me prindërit e vet, fetuba lehu, mirësia qoftë për ta, xheneti Allahu xhelala qoftë për ta. Dhe këto përgëzime nuk vijnë për vepra të lehta. Nuk vjen shariati me than e gëzov xhenetin kur puna e lehtë. Puna e lehtë e xheneti i madh. Por Allahu xhelala e vlerëson këtë vepër shumë. Nga se pas adhurimit Allahu xhelaluhu nuk ka në Kur'an që shoqërohet një urdhër pos urdhri me i respektu nanën dhe babën. Andaj besimtarit i takon që ti plotson këto tri edebe, që i edukum me Allahun, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ta manifeston këtë edukat që e ka me Allahun dhe pejgamberin sallam me ata të cilët Allahu e ka obliguar. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, një njeri i cili i edukum me Allahun, kur ti thoi Allahu me çket njeri sillu mirë, argument që tu sill mirë me Allahin a ku sillet mirë me çata. Dhe argument që sa tu sill mirë me Allahun është se a ti thon Allahit çata shka ti po thu sillu mirë me ta, unë nuk sillna mirë me ta. Andaj kjo është argument sa i me Allahin sa tu sill mirë. Argument për me e kuptu ma thjesht. Argument që ti e të respektu prindin. Çka është argument? Kur thot prindin me çet njeri sillu mirë. Nëse ti thu nuk sillna mirë me këtë njeri, ti a jetë respektu atë njeri një herë babën tanë. Njeri të respektu babën tanë, se baba jo tha respektoj e që ata. Kur ti thu babës se respektoj këta edhe pse po ki qefti, kjo i be para se merë nënçmu ata e nënçmuve babën tanë. E një qembulli Allahut është më i lartë. Shiko se e ka thjeshtu Ibn Qayyim el-Jauziyje. Kur ti e respekton një njeri që Allahu ka kërku me respektu, ti në realitetit e respektue Allahun xhelalu. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, bindja jonë ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam është bindje ndaj Allahu xhel xhelalu. Andaj thot Allahu xhel xhelalu në Kur'an: "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Kush i bindet pejgamberit në realitet ju ka bind Allahit. Sepse pejgamberi alayhi salam pika e ka marr të qenurit i detyrueshëm në obligim ndaj në ndjekin ndaj tij. Pse na detyrohemi me ndjekat ata se Allahu e ka obliguar? Në këtë rast prindërit dhe ata të do të vinë me rënd, si cilë kategori që ne kemi obligim që cilëmi me ta. Na kur nuk e respektojmë qarë që ka Zoti thot respektoje, ti mos e këshira ata njëherë. Ka dale, mos e këshira ata njëherë. Ti këshira njëherë, pëse se ngove Allahin? Allah i ka me dvetë. Pse nuk më ngove ku thash cilu mirë me qëta? Pse nuk më ngove? Ti shka do që thua, a i thot unë të thash ngoje, jo ti që ka po thua. Andaj egoja jote, qefi jot, tekat e tua nuk vlen kur thoja Allahu ngoje dikan. Andaj shikosh ka thot alayhi salatu wassalam, kushdo që i bindet, kushdo që i respekton prindërit, fetuba lehu, mirësia qoftë për ta. Dhe pastaj ka thënë dhe Allahu ja shton ymrin. Ja shton ymrin. Ka thënë komentatorët, ymrin nuk bëhet fjalë me ja shtu numrat, s'ti shton vitet, por ta shton mirësinë, ta shton mirëqenjen, ta shton begatin. Andaj ti e shef një njeri i cili ka rehati me prindrit, është rahat. S'ka rehati me prindrit, s'o rahat. Që e imri, qish bëhet noksan. Sa do që ti respekton prindrit e tu, imri shkon të tu zgat. Dhe njerëzit e shprejnë në fjalë të tëre, mu ka shtu sot imri, thot. Po që ka shtu që ato sahat janë. Por kur jenë disponim dita me e kanqme, kur jenë mazon dita është me aran. Kur ti e ke marrë një fjalë të mirë për dikujna, dita shkon ma kanëshëm. Kër e ke marrë një fjalë të ranë, dita ranohet. Andaj Allahu gjithaj i përshkujti ditët e azapit të popojve të kaluar e jamin në hise. Ditë të rana, ajo dita që ajo dita, ama azapi e ban të ranë. Azapi e ban të ranë. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se i shtohet imri, pra i shtohet bereqeti, i shtohet komoditeti. Sikur që tha Allahu xhel xhelaluhu, kushdo që i bindet Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, lenuhyiyannahu hayatan tayyibatan, kena me adhan një jetë të mirë. Kanë thënë komentatorët, kena me ba që mu knaq me rizkun ton. Qatë sa japna, është i knaqt.
Nuk mjafton ti mi pas miliardat, po që je i lumtur. Domethënë ato miliardat janë barabar me zero. Nuk është më rëndësi sa parë i ki në bankë, s'është më rëndësi sa vetura i ki, s'është më rëndësi sa shtëpia i ki, s'është më rëndësi sa dyqane i ki. Ai rahat kallxon, të të mati sa parë i kije. Çka se i ki 300.000 euro, 1 milion euro, po si e bë rahat? E barabar me zero. Një njëri si ka 2 dinar në xhep, kënaqet tu kesh. Ai jam më milioner se ti. Ai jam më i pasur se ti. Pasuria në imrin e qetë, sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush qohet sabah i sigurt prej armikut, i furnizuar me riskun e ditës, dhe i punon shneti, ja ka mbledh Allah i riskun e dunjës e ka dhënë aty. Të nderuar xhamatli, na peshoh me çka i bie, mos më kanë i sigurt shtëpinë tane. Shikoni musliman çka hekin. Shikoni musliman çka hekin. Qohesh sabah se di ka me të ardh sulmi. Qohesh sabah s'ka shka me hangër. Dim muj dit as uj as buk se ati. Që dim muj dit as buk as uj se ati. A na zgjedhna, jo be këtë se du, be ma tjetërën, jo be këtë se haun e këta, na zgjedhna ato s'kan shka me zgjedh. Dhe treta shneti, qohesh kur gjon s'dhem, kur gjon nuk dhem, shkon spital këshyre. Shkon spital këshyre sa njerëzit ankohen prej dhimbtave. Që ka thonë për nëse Allah që jep që do të trijat, ta kam ledh këtë dunjan me rive. Qka po do ma shumë? Je që ujt me shnet, je që ujt i sigurt, kur kush ato të njek. Dhe tjetra, je me i furnizum, qka po li ma shumë? Andaj ka thonë për nëse më jashtën Allah imrin. Dhe hadith tjetër që ka ardhë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë libër në Adabul Mufrad, se prej gjunaheve më të shpejta në dënim janë mos respektimi i prindërve. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ka gjuna që mas shumë ti e meriton më ju përshpejtu azapi, sikur 2: zullumi dhe kputja e lidhjeve farefisnore. I pari për të në prindi. Shikoni që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka gjuna që meriton mas shpejti me ardënimi ati gjunaj, se sa 2 gjunaj. 1. Zullumi. A je musliman, a je jo musliman, Allah i zullumin e dënon. Zullum si të majsh, si ti kalojsh kufit, si dush ka i natën, si dush të ju në jam a i di pikur jam konë musliman, a i di se unë e kam stash 500 vetë në fe. Zullum a ke ba po, ka me dënu Allah i që menja nuk ta merë, sepse ligje ka i drejto. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse një qafiri që ndurët ka zoti, thot ja rab më ka bo zullum një musliman. Shikone këtë siret, ja rab më ka bo zullum një musliman, Allahu i përgjigjet. Allahu i përgjigjet. Dhe këtë dhe këti në dunjash janë të bo musliman me zullum. Nëse Allah i përgjigjet qafirit kur t'i bo zullum, po qka thu muslimanit? Ama njëzit gutën, ka minimu Allahu gjelara besimtarët në dunja e në akhiret. Qa tha alayhi salatu wassalam, zullumi një mas shpejt i vendënimi. Dhe dyta, kur i këput lidhjet farefisnore. Kanë dhënë dietarët, i parin këtë lidhje nana dhe baba. Nuk e le Allahu xhelle xhelaluhu një njeri pa e dënu nësa i ka këput lidhjet farefisnore. Pse? Sepse Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë të drejtën sa e ka krijuar mitrën. Ku krijohet njeri, i ka thënë mitra, o Zot, unë jam e dobët të mbrojëm. I ka thënë Allah, e mbrojtur je. Emri jem është emri jot. Emri jem në gjuhën arabe i thënë fisit Rahim, Ra, Ha, Mim, Rahman, i njëti emën. Kusht mban ty, e ka thënë Allahu gja, kusht mban lidh, e mbaj lidh. Kusht këput tyje, e këput jone. E lusim Allahun që Allah mos na mundson mi këput lidhjet farefisnore, sidomos me ata që Allahu i ka theksuar në Kur'an që ti mbaj lidhjet me ta. E lusim Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala ta bën që këto 3 edukata ti çojnë në vend. Të jemi të sjellshëm me Zotin ton, të jemi të sjellshëm me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, dhe të jemi të sjellshëm me prindërit ton, me farefisin ton, me ata të cilët Allahu na i ka obliguar që të sillemi mirë me ta.